model ekonomik që bazohet te pabarazit e thella ekonomike dhe mungesa e një shteti social është e pamundur të garantohet barazia argjinore. Sot, edhe gjatë këtij viti, ne do jemi përpara fushatës elektorale dhe është e rëndësishme që të shikojmë seriozisht programet politike të partive që do kandidojnë në zgjedhje dhe po ashtu t'i kërkojmë llogari qeverisë deri më sot se çfarë ka bërë për sa i përket politikave gjinore, pasi maska e kuotave dhe shumicës së grave ministre nuk na përfaqëson. Barazia gjinore nuk duhet jetë thjesht një term që ilustron këtë tmerr të cilin po jetojmë, por duhet jetë një ekonomi e drejtë. Është një shtet që nuk të lejon të jetosh në varfëri, është një shoqëri që përkutesja nuk është bërë vetëm për gratë, dhe po ashtu ne nuk bëhemi pjesë mirë në disa ditë e kronikës së zezë. Sot në Shqipëri gratë ende përballen me paga të ulta, me diskriminim në vendin e punës, me shfrytëzim në call centera, në banka, në institucione publike, në pasoneri dhe në çdo aspekt të jetës tonë shoqërore. Ende sakrifikojmë trupin, mendjen dhe shpirtin për të mbajtur gjallë një ekonomi që nuk na njeh, një shtet që nuk na mbron dhe një shoqëri që nuk na vlerëson. Sipas raporteve të Bankës Botërore, një gruaje në Shqipëri duhet 25 vjet për të kontribuar për të mbajtur fëmijët e për të rritur fëmijët e për të mbajtur familjen. Pra 25 vjet jetës tonë shkojnë vetëm në shërbim për të mbajtur familjen dhe për të mbajtur shoqërinë. Po ashtu, raportet e hendeqjeve gjinore tregojnë se me progresin e avash që Shqipëria ka për sa i përket barazisë gjinore, do na duhen 100 vjet që të arrijmë barazi gjinore. Dora zemër, asnjëra nga ne nuk e ka jetën e tepër që të pres për 100 vjet që ne të arrijmë këtë ditë. Dua të ndalim një moment te qindra gratë të cilat sot nuk kanë mundur të jenë pranishme këtu. Po flas për gratë punëtore të fasonerive të Florës, Fierit dhe Grujës, të cilat gjatë dhjetori janarit kanë qenë në greva për shkak se kishin muaj pa marrë pagat, pa sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Ato kanë sfiduar jo vetëm punën fizike që kanë ushtruar supervizorët e tyre, jo vetëm pushimin nga puna e pronarëve, po dhe lincimin e fëllisht që kanë bërë burrat parazit komuniteteve të tyre duke akuzuar si imorale. Me siguri shumë nga ne nuk kanë dëgjuar për ato gra në media dhe jo vetëm për to, por edhe për qindra gratë të cilat përballen me sfida të tilla. Dhe jo sepse ne nuk jemi të pranishme në hapësirën mediatike dhe publike, ne jemi mjaftueshëm të pranishme, po në një mënyrë tjetër. Ne nuk jemi si subjekte politike dhe shoqërore të cilat kemi potencialin të transformojmë shoqërinë, po shikohemi si objekte konsumi, objektifikohemi në reklama, hiperseksualizohemi në emisione e televizione të ndryshme dhe në asnjë moment nuk flitet për problemet reale të grave në shoqëri. Sot nuk jemi këtu për të pranuar urimet hipokrite. Nuk jemi për të dëgjuar as fjalimet boshe që kujtojnë gruan vetëm një ditë në vit. Ne jemi këtu për të lëritur, për të thritur e për të tronditur themelet e një shoqërie të padrejtë që na ka heshtur për shumë vjet. Sepse historia jonë nuk është vetëm historia e neve individuale, është historia e bijave, e grave, e motrave të cilat përgjatë gjithë historisë ne jemi bijat e atyre që janë lodhur në kooperativa, që janë përkulur në makina çepse, të atyre që janë detyruar të heshten, janë përgosur, që lindën e rritën preza, që u dhënohen, u shkelën nga shteti, pronari, babai, vllai, bashorti apo i banjori në rrugë. Ne nuk luftojmë vetëm për të tashmen apo për të ardhmen. Lufta jonë është sot shpagim dhe drejtësi për të shkuarën. Për çdo grua që u dosh nga paragjykimi, që u vran nga burri, që u la pa arsim, që u trajtua si krap punë i lirë dhe u përpusi e përdal. Jemi ato që nuk u dëgjuam kurrë dhe sot zëri ynë do të dëgjohet për të gjitha. Sot e çdo ditë do përtasim fort që na dëgjojnë dhe ato që historikisht janë heshtur me dhomë. Do të përtasim aq fort sa muret e institucioneve që prodhojnë padrejtësi doktrine. Do përtasim aq fort sa vetë sistemi të kuptojë se nuk ka më të ardhmen mbi shpinën tonë. Kjo betejë nuk është vetëm për gratë, por për një shoqëri më të drejtë, ku asnjëri mos jetojnë në pragat e shtypjes gjinore dhe klasore. Sot ne nuk po përqërohemi për barazi dhe e kërkojmë me zërin lart dhe me forcën e historisë
pas vetes. Sot ne jemi jehona së shkuarës dhe jemi zëri së ardhmes. Sot në tashmen ne jemi shpresa e vetes e njëra tjetrës së bashkë shoqërisë. Bashkë jemi më të forta.